Shoqata shqiptaro-amerikane Albanians Fighting Cancer nga Bostoni ka dhuruar sërish pajisje dhe materiale mjekësore për Spitalin Rajonal të Korçës, të cilat do të përdoren në pavionin e onkologjisë. Mjekët e spitalit falenderojnë shoqatën për këtë kontribut, duke e cilësuar si një shembull solidariteti dhe qytetarie që ndihmon pacientët të marrin kujdesin e nevojshëm. Me anë të donacioneve, jo vetëm të Fondacionit Albanian Fighting Cancer, por dhe të Fondacionit Koslovski, i cili drejtohet nga një zonjë përsëri shqiptaro-amerikane, Fotini Kokeri, e cila është në Florida, është bërë e mundur donacion për updatimin e të gjithë këtij pavioni. Kemi marrë donacione 5 poltrona, të cilat janë të miratuara nga FDA-ja, janë poltrona të cilësie shumë të mirë, që mund të krahasohen dhe me ato që kanë shtetet europiane. Përveç poltronave kemi marrë dhe pajisje që na nevojiten për infuzionin e kimioterapisë të sëmurë, të cilat ne kishim me të vërtet shumë të domosdoshme. Kjo nuk është hera e parë që shoqata mbështet spitalin. Më parë ajo ka bërë donacione të ngjashme, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Kosovë, duke kontribuar në përmirësimin e kushteve dhe shërbimeve shëndetësore për pacientët.